Bismillahirrahmanirrahim. Duke qenë se herën e fundit ne lam tek Abisinia dhe folëm për dy emigrimet e muslimanëve nga Gadishulli Arabik atje. Sot e gjykova të udhës që të flasim për dy sahabë, të cilët janë Sejid ibn Zeid, ibn Amr ibn Nufail dhe Abdullah ibn Mesud. Sejid ibn Zeid është sahabi i fundit nga 10-shja të përgëzuara me xhenet, të cilët kemi thënë që është mirë që t'ja u, le të themi, bëjmë hizmetin dhe t'i kujtojmë në mesin ton si shembuj, le të themi, të rrallë devocioni, përkushtimi dhe trimërie, apo edhe për virtyte tjera, dhe kemi përmendur 5 prej tyre, duke qenë se kemi thënë 4 të parët, nuk do t'i përmendim kështu në mënyrë integrale, për arsyen se jeta e tyre, duke qenë se karakterizohet nga një intensitet i lartë politik, ka aq shumë detaje sa do t'ishte, le të themi, një sirë apo një mini sirë më vete, një mini biografi më vete, të flisnim për 4 xulefat e parë, edhe që janë Ebu Bekri, Umri, Uthmani dhe Aliu, kurse për 5 të tjerë të përgëzuarit me xhenet kemi folur me aq sa, domethënë, unë kam pas dijeni te burimet që mund të kontaktoj. Dhe sahabi i fundit është Sejid ibn Zeid. Të jatin e Sejid ibn Zeid ne e kemi përmend herët e para kur kemi bërë mësim, kur kemi përmend një grup prej të ashtu quajturave Hunefa, mos i ngataroj me Hanefit mi fjell, apo Hanifijin, për ata të cilët kanë pasur besimin e drejtë, besimin e pastër, edhe pse në momentin që flasim në Gadishullin Arabik ende nuk ishte ardhur drita e profecisë dhe e shpalljes. Në këtë kuptim kemi fol për rreth 15, kemi thënë që janë rreth 15 Hunefa, por 4 prej tyre janë më të famshmit, jo me do e mos për shkak të jetëve të tyre, por kryesisht kanë hyrë në histori si 4 Hunefat e famshëm për arsyen se përmenden afër njëri tjetrit, edhe në për disa hadithe tek librat e hadithit, por edhe në librat e sirës, kryesisht Ibn Hishami dhe Ibn Isaku, po edhe Tabiriu i përmend 4. Dhe kemi thënë, 2 prej tyre janë të profilit, po themi, kristian. Ka qenë Uthman ibn Khuwailit, i cili ka të dhëna që ka qenë i krishterë dhe ka përfunduar në praktikisht në Konstantinopol, pra në ish Stambollin e kohës, dhe nuk ka të dhëna që është kthyer nga Gadishullin Arabik të ketë përqafuar fenë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur i krishterë. Rasti i dytë është Abdullah ibn Jahsh, që ka qenë një ndër kushërinjtë e profetit. Ai ishte një krishterë, me siguri ata ishin të krishterë, e kemi thënë, për shkak të ndikimit që mbretëria aksumite e Nejashit kishte nga Gadishullin Arabik në pjesën e Yemenit, dhe pasi erdhi shpallja, ai u bë musliman dhe ka qenë një ndër personat që ka emigruar drejt Abisinis. Kemi fol para 2 javësh apo 3 javësh për 4 çifte të martuar që kanë shkuar në Abisini me fjalë, dhe një ndër çiftet ishte Ubejdullah ibn Jahsh, i cili ishte i martuar me vajzën e Ebu Sufjanit, Ramla bintu Ebi Sufjan. Dhe ky në Abisini, për arsye që mund të merren me mend, rikthehet në krishterim, bëhet përsëri i krishterë, jepet pas pijes dhe praktikisht vdes domethënë prej vdes si i krishterë dhe jo si musliman, praktikisht divorcohet dhe më pas me të martohet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Personi i tretë që kemi fol dhe që kemi përmend është Waraka ibn Naufel, cilin e kemi përmend në fillim të shpalljes dhe që ishte kushëriri i Khatijes radhiyallahu anha. Dhe personi i katërt është Zeid ibn Amr ibn Nufail. Tani 2 të parët ishin të krishterë dhe praktikisht vdiqën të tillë. Por Waraka ibn Naufel, le të themi që ishte hebreo kristian apo hebre, për arsyen se ka transmetime nga vetë ai që thotë që domethënë që ai lexonte Teuratin në gjuhën hebraike.
Kurse Zeid ibn Amr ibn Nufail ka qenë një njeri që në Mekë njihej si i vetmi prej hunefave i cili e shpalltën në mënyrë të vazhdueshme plot krenari dhe dinjitet që ishte prej hunefave, pra ishte prej, le të themi, kundërshtuesve të adhuruesve të idhujve, por nuk ishte si pjesa tjetër e të ngjashmeve të tij që ishin ose të krishterë ose me profil hebraik, apo me prirje drejt diturisë dhe dijenisë që kishin rabinët e kohës, por ishte një njeri i cili nga burime që ne nuk mund t'i verifikojmë dot sigurisht, ishte në dijeni rreth një feje të pastër të Ibrahimit alayhis salam, siç Allahu e përshkruan e përmend edhe në Kur'an në mënyrë drejt për drejtë që Ibrahimi nuk ka qenë as kristian dhe as hebre, por ka qenë në fenë e pastër të tij, pra Hanif. Zeid ibn Amr ibn Nufail pra ka qenë një ndër personat i cili në Mekë e proklamonte me të madhe këtë credo të tij. Dhe tek Sahihu i Buhariut ka disa hadithe vlerësuese, po edhe disa ngjarje rreth tij dhe ato do t'i përmendim për të kuptuar, domethënë, sfondin familjar se si është rritur Seid ibn Zeid ibn Amr ibn Nufail, pra sahabi i madh. Zeid ibn Amr ibn Nufail ka një histori ku transmetohet, dhe këto janë edhe tek Buhariu një pjesë, por edhe tek Ibn Hishami dhe Ibn Isaku, dhe kanë zinxhir tek Buhariu, po edhe tek librat e sirës kanë zinxhir të saktë, për arsyeën se ngjarjet zhvillohen në një kohë që ishte shumë pranë profecisë dhe një pjesë e madhe e sahabëve ishin gjallë, dhe më pas i kanë transmetuar më vonë, duke qenë autor, duke qenë dëshmitar okular vet ata. Dhe është një histori kur në një prej haxheve të para kohës islame, para periudhës xhahilietit, ai i drejtohet publikisht të gjithë të pranishmëve në haxh dhe ju thotë që unë ju tërheq vëmendjen duke ju thënë që unë jam i vetmi në mesin tuaj që mundohem që të ndjek fenë e Ibrahimit alayhis salam, edhe pse unë nuk kam asnjë lloj diturie apo asnjë lloj dijenie se si duhet ndjekur ajo fe. Në një transmetim tjetër thuhet që ai është dëgjuar që ka ngritur durët në dua drejt Allahut dhe i ka thënë që o Zoti im, më udhëzo mua në rrugën e drejtë dhe në fenë e Ibrahimit dhe të profetëve të tjerë, edhe pse unë nuk e di, dhe shpresoj që kjo mënyrë se si unë të përulem ty, sepse bënte një lloj biçim rukuja apo biçim sejdë, po them kështu sepse ata nuk kishin një lloj forme namazi ende dhe nuk e përfituronin dot se si mund të ishte adhurimi i plot dhe i saktë ndaj Zotit, dhe bënte dua të vazhdueshme që Allahu ta udhëzonte në rrugën e drejtë. Ka dy transmetime tani rreth vlerës së tij, sa i përket mënyrës se si ai sillej me blatimet që Kureshët ju bënin idhujve të tyre. Në të dy transmetimet është i përfshirë drejt për drejt i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të dy transmetimet janë tek Sahihu i Buhariut. Në një rast ka qenë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk po hante nga mishi i Kureshëve që ishte, le të themi, therrur për idhujt, por ishte duke e shërbyer atë, dhe kur ja shërben në një moment Zeid ibn Amr ibn Nufailit, ai i thot, o djali im, thot, o nipi im praktikisht, sepse mos harrojmë kur ndroi jetë 5 vite përpara profecisë, transmetohet që ka qenë midis 80 dhe 85 vjet, që do të thotë kur profeti ka qenë 35 vjeç, ai ka qenë 80 ose 85, që do të thotë moshë shumë e madhe, më tepër se sa edhe i herën mosha e tij. I thot, o djali im, ti duhet kuptosh që ne jemi një popull, ne duke nën kuptu hunefa, domethënë ne jemi një popull që nuk ham nga mishi që therin Kureshët për idhujt e tyre, për arsyeën se ato janë krijuar në ato janë therrur në emër të dikujt tjetër përveç Allahut. Kurse në një transmetim tjetër, në një, domethënë, mexhlis të ngjashëm me këtë, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithashtu i pranishëm, ai u ka drejtuar gjithë Kureshëve dhe u ka thënë që ky mish vjen prej Allahut, ky mish është një krijim dhe një begati dhe një nimet dhe një mirësi prej tij, atëherë si ka mundësi që ja atribuojmë gjërave të tilla siç janë idhujt dhe nuk ja atribuojmë atij dhe nuk e thirrim në emër të tij që të jemi falënderues ndaj tij. Këto janë disa
ndodhi që le të themi e përforcojnë bindjen e sahabëve më pas që Zeid ibn Amr ibn Nufail ka qenë një ndër hunefat kryesor dhe një ndër njerëzit praktikisht më të sinqert të Mekës së kohës. Dëshmi të tjera nga burimet që përmenda tregojnë se ai ka shku në Mosul, në Mosulin e kohës, që është një ndër qytetet, sot është në Irakun modern me fjalë, po është një ndër qytetet ku ka qenë edhe Selman el Farisi, kur thamë që ndroi manastir pas manastiri, streh pas strehe, ku kërkonte me fjalë të vërtetën edhe dritën e Zotit. Dhe atje në Mosul njëri apo një grup rabinësh i thonë që është e vërtet që ka shenja që do të vijë dërguar i fundit që ti je duke e kërkuar, por duhet kuptosh që sipas të gjitha shenjave tona ai do të vijë nga populli nga i cili ti po vjen, që do të thotë ti je prej atij populli dhe mos e kërkon në zonën tonë, domethënë në zonën e Irakut, në zonën e Shamit. Gjëja e fundit që përmendet për të është që Amr ibn Rabia, që gjithashtu e përmendën para 2 apo 3 javësh, që është një ndër sahabët e parë, është bashkëshorti i asaj zonjës, asaj besimtares që i tha Umar ibn Khatabi që apo largoheni, domethënë prej nesh, dhe ajo i tha po, për arsyeën se ju po na dhunoni shumë, dhe kur Umri me domethënë butësinë e tij u thotë që Zoti qoftë me ju, ajo i thotë shoqit që është Amr ibn Nufail që unë shpresoj që i biri i Khatabit ta pranoj fen, dhe ai i thotë që unë mendoj që përpara se me e pranu ai ka më shumë gjasa me e pranu gomarët e tjatit, me fjalë jo i biri po gomerët, sepse e di egërsinë e tij. Dhe ky sahab ka një transmetim në vetën e parë që thotë që Zeid ibn Amr ibn Nufail më tha mua që unë shpresoj shumë që ta arri gjallë të dërguarin e fundit, që shpresoj dhe që më kanë thënë, duke u referuar ngjarjes në Mosul me fjalë, me rabinët, që më kanë thënë që do të vi në këtë zonë. Por në qoftë se nuk e arri, për arsye se ishte në moshë të thyer, dua që ta përshëndesësh prej meje dhe unë shpresoj që të jem prej të shpëtuarve. Nga ky transmetim kuptohet që ai jo vetëm që e ndikte fenë e Ibrahimit me nuhatjen e tij, domethënë prej hudas, prej udhëzimit me një fjalë, por sigurisht që besonte edhe në një ahiret ndryshe nga që besonin kureshët me një fjalë. Që nuk besonin në mënyrë të saktë, siç e kemi thënë. Dhe një ndër transmetimet e tjera thotë që ky kishte 2 fëmijë, kishte Seid ibn Zeid ibn Amr ibn Nufail dhe ka pasur edhe Atika bintu Zeid ibn Amr ibn Nufail. Dhe bën një dua dhe thotë që o Allah, nëse mua, dhe kjo përmendet tek Ibn Hishami, nëse mua nuk më gjen gjallë i dërguar i fundit, pra ai e njihte profetin sallallahu alaihi wasallam, po si Muhammed dhe jo si profet, nuk mund ta dinte këtë. Nëse mua nuk më gjen gjallë profecia dhe profeti i fundit, bëj që fenë e tij ta pranoj biri im Seid ibn Zeid. Është një dua shumë e madhe. Praktikisht ky vdes një vdekje tragjike. Unë lexova 2 versione. Edhe një version është që duke u kthy nga, pra është e sigurt që duke u kthy nga Shami, duke u kthy nga Iraku drejt Mekës, ose ndodh një skirmish, një dy luftim praktikisht cubash apo bandash apo luftëtarësh me njëri tjetrin dhe ky vdes apo vritet praktikisht aksidentalisht, ose plaçkitet nga një grup kusarësh me një fjalë në rrugë, kuptohet, shoqëri dhe non pa rende dhe pa siguri, plaçkitet dhe vritet. Dhe kjo ka ndodhur në vitin e 35 të moshës së profetit sallallahu alaihi wasallam, që përkon me vitin e rindërtimit të Qabes. Pra 5 vite përpara shpalljes, ky ka ndruar jetë. Dhe është, domethënë, tek hadithet, tek Sahihu i Buhariut ka, e kemi përmend kur kemi fol për të, ka 2 hadithe vlerësuese profeti sallallahu alaihi wasallam ndaj tij, dhe thotë Amr ibn pra ngjarja është kështu e plot. Amri, domethënë sahabi me cilin ky ka folur, ja tregon këtë histori, Amr ibn Rabia ja tregon histori Umar ibn Khatabit. Dhe Umar ibn Khatab ka qenë kushëriri i Zeid ibn Amr ibn Nufail. Si ka qenë kushëriri i tij? Zeid ibn Amr ibn Nufail, që do të thotë Nufaili është gjyshi, Umar ibn Khatab ibn Nufail, që do të thotë është gjyshi i Umrit, por ajo që ka ndodhur është, edhe këtë e shpjegon edhe Ibn Hishami edhe Taberiu,
është që një praktikë që ata e kishin dhe që është praktike e neveritshme dhe që në surën Nisa Allahu e ka abrogu këtë, kur vdes Nufejli, me bashkëshortën e tij martohet i biri. Nuk ishte ëma, ishte një grua tjetër, pra ato e kishin praktikë që të martoheshin me njerëkën. Kishte raste, ndoshta e keni ngjuar, ndoshta nuk e keni ngjuar, te në surën Nisa Allahu e abrogon me një fjalë, nuk martoheshin, sigurisht nuk ka qytetërim që e lejon këtë me një fjalë, por me njerëkën. Pra trashëgonin, po them në thonjza, bashkëshortën e tjatit dhe nga kjo martesë lind Khatabi, që është i ati i Umrit, që do të thotë ishin kushëri të afërt. Por një lidhje dytë që ato kanë mes tyre është që Seid ibn Zeid, pra i biri Zeid ibn Amr ibn Nufejl, është i martuar me motrën e Umrit, që është Fatima bintu Umr bintu ibn Khattab. Dhe Amr ibn Rabia shkon tek Umar ibn Khattab dhe i thot, kërkoj që ta pyesim, tashmë të dy musliman, ta pyesim të dërguarin e Allahut rreth fatit të Zeid ibn Amr ibn Nufejl, sepse jam i shqetësuar ta di përfundimin e tij. Me fjalë, duke referu fjalën që ai kishte thënë rreth dëshirës që kishte për ta njohur profetin e fundit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që unë kur hyra në xhenet, pra me përfytyrimin dhe me le të themi pamjet dhe diturit që i ka dhënë Allahu, me fjalë që është gajbe dhe e pakuptueshme nga ne, por që nuk kemi dyshim për të, për arsye se është hadithi sakt dhe transmetimi i profetit është shpallje. Thot e pash në mesin e xhenetit. Ky është një hadith, është ke Buhariu, kurse hadithi i dytë është për Zeid ibn Amr ibn Nufejl, ai është dhe në mes të xhenetit dhe ka dy xhenete. Kurse një hadith tjetër gjithashtu ke Buhariu, Zeid ibn Amr ibn Nufejl do të vinë në ditën e gjykimit si një person, si një xhamat që është umet i vetëm pa profet. Që do të thotë nuk ka pas profet që e ka ndjekur, por duke qenë se ka qenë me sinqeritetin dhe me bindjen e tij në gjurmët, në etherin, në traditën e fesë Ibrahimit, ai ka këtë shpërblim tek Zoti i tij. Seid ibn Zeid është i biri i tij, pra Seid ibn Zeid ibn Amr ibn Nufejl është ai i cili nga të gjithë sahabët, neve pra nga të gjithë të 10 përgëzuarit me xhenet, për fat keq kemi më pak informacion, arsyet nuk e di, pra më pak informacion, jo se kam vetëm unë, por në të gjithë monografitë e sahabëve dhe në të gjithë sirat e mundshme që kam kontaktu, sahabët e tjerë përmenden shumë më tepër se sa ky, pra sahabët e rëndësishëm. Për shembull, Abdullah ibn Mesud, që do të flasim pak më pas, nuk është nga 10 përgëzuarit në xhenet, por dim shumë më tepër gjëra për të sa ç'dim për Seid ibn Zeid. Dhe ky martohet me Fatima bintu Umr, me Fatima bintu Khattab, me motrën e Umrit, dhe është pjesë e pranishme në ngjarjen e rëndësishme që do ta përmendim edhe javën tjetër, ku Umri bëhet musliman. Është i martuar pra e motra e Umrit është e martuar me Seid ibn Zeidin, dhe në shtëpinë e tyre është Khabab ibn al-Arrat, ai i cili ju mësonte aq Kur'an sa dinte dhe ju mësonte rregullat elementare të fesë, jo me ibadete, por në mënyrën se si duhet ta besonin Allahun duke lexuar shpalljet. Dhe Umar ibn Khattab një ditë praktikisht po i bi shkurt, sepse javën që vjen do të ndalemi pak më tepër, le të themi i zemëruar dhe i turpëruar për arsyen se nga ajo që kuptohet nga historia, merret vesh me një fjalë që Umri ishte nga ata persona të cilët nga Kureshët shiheshin si adekuat apo si të përshtatshëm për ta mbyllë këtë punë në suksesin e tyre dhe jo në dështimin e tyre, që do të thotë si do ta menaxhonin profetin sallallahu alaihi wasallam, pesha e cilit dhe territori i cilit sa vinte dhe po zgjerohej. Dhe thot praktikisht do ndaj individualisht dhe personalisht këtë punë, merr një shpatë dhe del në mes të qytetit drejt le të themi qendrës qytetit për të gjetur profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullah ibn Naim është një ndër besimtarët e parë që ka qenë pjesë e Darul Arkam, e shtëpisë Arkamit, i cili ishte jashtë qytetit, pra ishte, jashtë shtëpisë në këtë moment që flasim,
e ndalon dhe i thot ku shkon me këtë shpatë, për arsyeën se mund ta kuptojmë nga sfondi që ishte një gjë e pazakont dilje me shpatë të zhveshur nga milli drejt qytetit, ndoshta mund të ketë qenë edhe duke bërtitur apo duke bërë një kërcënim, nuk e dim këtë, po edhe kjo nuk përjashtohet. Thot do ta vras thot Muhamedin, pra sallallahu alaihi wasallam, do ta mbyll vetë këtë punë për arsyeën se askush nuk po e bën. Dhe ai thot dy gjëra, e para thot bëje mend mirë, për arsyeën se Benu Hashimët nuk do të rrinë me duar në xhepa. Nëse ti e bën këtë, pra nuk është e lehtë të merresh me ta, dhe e dyta është më mirë të grahash kuajt e tu, po e them unë me termin me një fjalë folklorik, që do të thotë shiko në shtëpinë tënde përpara se me rregullu jashtë saj, dhe Umri këtu i bën pyetje drejt për drejt, ky sahab, sepse ky është një sahab në një fjalë, merret me mend mund ta ketë bërë edhe për të devijuar rrugën apo për ta zbutë kështu me radhë, ka pas frikë për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe i thotë që është më mirë thotë për arsyeën se jo të motër është bërë musliman bashkë, pra ka ndjekur fenë e Muhamedit bashkë me bashkëshortin e saj, që është Seid ibn Zeid, dhe në shtëpinë e tyre tashmë lexohet ajo që i është shpallur profetit. Shkon në shtëpinë e tij dhe shkon në shtëpinë e kunatit praktikisht, dhe ata transmetohet që ishin duke lexuar surën Taha. E fshehin, merret me mend, mund ta kem pas me rasa guri, mund ta kem pas me lëkurë dhije, me lëkurë deveje, me se s'kishte papiruse e letra me një fjalë, ose me copa druri. Dhe kur i kërkon praktikisht ushtron në një farë mënyrë i llojdhune dhe godet Seid ibn Zeidin, dhe gjithashtu Fatima e shoqja për ta mbrojtur hyn mes tyre dhe edhe ajo plagoset, por kur kërkon që t'i lexohet, një rivajet thuhet që i kanë kërkuar të marrë gusul për arsyeën se je i papastër, për arsyeën se je ende mushrik e kështu me radhë, dhe kur fillon ta lexoj, aty është një moment i dytë thyrje i Umrit, dhe thotë që për këtë arsye po ju dhunojmë ne ju, edhe pse ai nuk ka dhunu kurrë fizikisht një musliman. Ky për shembull është një rast përjashtimor që e godet, sepse transmetohet që vërtet e godet dhe e gjakos Seid ibn Zeidin, por nuk ka pas sklever dhe nuk ka pas njerëz që ai ka torturu, dhe këto thot janë ajetet që që i shpallën profetit tënd, dhe ky është momenti i parë kur ai bëhet praktikisht i vetëdijshëm për rëndësinë dhe peshën e fjalës Allahut, dhe menjëherë shkon sigurisht gjithashtu me shpatën në dorë, po kthej rradhe futur në millë dhe jo jashtë, shkon në Darul Arkam dhe bërtet me të madhe, për arsyeën se në momentin kur thot këto fjalë vlerësuese për ajetet e Allahut, Habab ibn al-Arrat del nga një qoshe, kështu transmetohet në ndodhimi e fjalë, del nga një qoshe e shtëpisë, për arsyeën se ai ishte maula, ishte skllav i liruar që në këtë moment që flasim ende dhunohej nga ajo gruaja që e kishte që e kishte pronë me një fjalë, dhe thot wallahi thot unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të lutet tek Allahu që Zoti që ai ta ndihmoj këtë fenë me njërin përmes dy amrave. Dhe njëri i tij, që do të thotë Umar ibn al-Khattab, dhe tjetri është Amr ibn Hisham, që ishte Ebu Xehli, dhe unë thot gjithmonë pra që kur e kam gjuar për herë të parë, gjithmonë kam shpresuar që ai do të jesh ti. Këtë ja thot Habab ibn al-Arrat. Dhe Umri nga kjo niset, shkon atje, në të pranishëm ishte Hamza dhe të tjerët. Hamza do të themi javës që shkoi sapo ishte bërë besimtar praktikisht, dhe të pranishmit që nuk tregohen histori se kush janë aty brenda, po merret me një fjalë, ato maksimumi kanë qenë 40 momentin kur Darul Arkam u mbyll plus minus. Thonë që nëse ka ardhur për të kërkuar gjak do të marri, dhe me shpatën që ka bërë ndërmend të na vrasin ndonjërin prej nesh apo profetin, do ta vrasim atë, ose nëse ka ardhur për hajër do të jetë për atë dhe sigurisht edhe për ne. Hyn aty, e pranon praktikisht fen, thot shahadetin dhe bëhet musliman. Por Seid ibn Zeid është pjesë e kësaj ngjarje. Pas kësaj ngjarje në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka përmendje të tjera. E kam thënë këtë, vazhdoj ta përmend. Fakti që nuk kemi transmetime se çfarë ka ndodhur me një sahab apo me një sahab tjetër nuk do të thotë që ata kanë qenë larg profetit apo nuk kanë qenë pjesë integrale e jetës dhe mënyrës se si dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet apo ka administruar punën. Thjesht nuk kemi transmetime dhe jemi të dënuar të themi aq sa kemi dhe aq sa dim. Ajo që ndodh, pra është pjesëmarrës në të gjitha betejat dhe është
një ndër rastet kur me përjashtim të betejës Bedrit, ai është pjesëmarrës në të gjitha betejat. Me përjashtim të betejës së Bedrit e tham para 2 javësh, 3 javësh, që Talha ibn Ubejdullah bashkë me Seid ibn Zeid, bashkë me një grup tjetër sahabësh, po këto janë 2 kryesorët, dërgohen për të mbikëqyrur karvanin e Kureshëve për të kuptuar apo afrohen apo jo. Por kur karvani i Kureshëve bashkë me ushtrinë afrohet dhe beteja zhvillohet, do të kuptojmë beteja është zhvilluar brenda disa orëve, nuk ka qenë një betejë gjatë, ka qenë një betejë brenda një dite, 7 notë Ramazan. Këta nuk vinë dot në kohë, me fjalë praktikisht nuk e dinin që po luftojë, dhe kur hynë në fushë betejë, në Bedër, me fjalë në atë luginën apo rrafshnaltën e Bedrit, kuptojnë që beteja, që konflikti sapo kishte përfunduar, prandaj dhe për këtë detyrë të madhe dhe fisnike që profeti sallallahu alaihi wasallam ju kishte dhënë, sepse ajo do trimëri, do sinqeritet, do guxim, me një fjalë të dalësh i vetëm jashtë qytetit edhe të mbikëqyrësh palën armike, ata konsiderohen me dëshmi të profetit dhe nga gjithë sahabët, me një fjalë, se janë prej bedriunëve, që do të thotë janë të pranishëm në Bedër bashkë me Talhën, me një fjalë, edhe pse nuk luftuan në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe prova e kësaj është që në përfundim kur u nda plaçka e luftës, edhe ata morën njësoj siç morën plaçkë lufte të pranishmit. Tani një sqarim këtu se është i rëndësishëm për ta bërë. Pse e themi që një ndër vlerat më të mëdha apo është një kategori e vogël sahabësh, shumë e vogël me një fjalë, që Seid ibn Zeid nuk bën pjesë në këtë rast në mënyrë le të themi drejt për drejti teknike për arsyeën se nuk merr pjesë në Bedër, por tek të gjitha betejat e tjera është i pranishëm, por ka për shembull sahabë të tjerë, siç është Abdullah ibn Mesud, që do ta përmendim pak më pas, sepse do të flasim sot për të gjithashtu, prandaj po e bëj tani këtë sqarim, është një fjali që thuhet gjithandej nëpër librat e hadithit dhe librat e sirës, që është një grup i vogël sahabësh që kanë bekimin e pjesëmarrjes dhe luftimit në të gjitha betejat që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë fillon me Bedër, vazhdon me Uhud, vazhdon me Khandaq, vazhdon me Khayber, vazhdon me Hunain, me Taif, me Muta, me Mekën, me deri në fund fare, me Tebukun e kështu me radhë. Tani duhet kuptojmë, sepse me syrin e le të themi lexuesit shekullit 21, kjo mund të na habisi, çfarë do të thotë të marrësh pjesë në të gjitha betejat. Historia e sa ashtu quajturës përgatitje ushtarake apo historia e sa ashtu quajturës siguri kombëtare, edhe pse kjo e fundit është një term tejet modern, është e tillë. Ushtrit apo të ashtu quajturat ushtri jetë e mot gjithmonë deri në fund të shekullit të 19 apo më saktë në fillimin e shekullit 20 kanë qenë ushtri që përbëheshin nga mercenar dhe vendalin. Nuk kanë dhe përrjedhoj me termat e sotëm, kanë qenë ushtri jo profesionale. Që do të thotë, nuk kishte shteti, principata, perandoria, kalifati, sultanati, mbretëria e kështu me radhë, pavarësisht formacionit politik, nuk kishte një buxhet të alokuar për ushtrin dhe nuk kishte një ushtri të gatshme gjatë gjithë kohës për ta hedhur në sulm apo në mbrojtje në çdo rast eventual kur mund të sulmonte apo kur mund të sulmohej. Përrjedhoj, të gjithë njerëzit e pranishëm të një fisi, të një qyteti, të një shoqërie, ishin që në vegjëli potencialisht luftëtar të tokës vetë. Në këtë kuadër i kuptojmë më kollaj dhe më bukur dhe më lehtë hadithet ku profeti sallallahu alaihi wasallam nxit dhe lavdëron mësimin se si njeriu t'i japi kalit, që për ne sot është e çuditshme. Jo se s'ka kuaj, jo se nuk i japi njerëzve kalit, por nuk na duhet. Është e logjikshme që të jetë vlerësues përdorimi i shtizës, i shpatës, është e natyrshme të jetë vlerësuese fuqia fizike, trimërimi, guxia e kështu me radhë. Të gjitha këto hyjnë tek të ashtu quajturat virtyte kalorsiake, që do të thotë bëjmë pjesë në integritetin moral, por dhe fizik të njerëzit, për arsyeën se këto mësohen që në vegjëli për llogari të një ideali të shenjtë që është ose mbrojtja e tokës tënde, që është toka e parëve praktikisht, ose hedhja në sulm, por
për po të njëjtën të shenjtë apo po për të njëjtin ideal. Në këtë kuptim mund të kuptohet fiks me të gjitha nuancat dhe hollësitë urtësia e madhe e rregullit të fikhut në sheriat që muslimani që shkon, dhe prandaj Allahu i përmend në Kur'an dhe thotë që shkojnë me pasurinë e tyre dhe me shpirtrat e tyre. Nuk është pa vend ajo as pak, sepse aty ne nuk ja u jepte pra sahabëve, me që po flasim për sahabët, po të gjithë njerëzve në të gjithë historinë deri në fund të shekullit të 19, fillimit të shekullit 20, duhet ta kuptojmë te. Nuk ja jepte shteti armët, nuk ja jep sepse nuk ishte një shtet në kuptimin modern të fjalës. Nuk ja jepte shteti kuajt, nuk ja jepte shteti shtizat, shigjetat, shpatat apo dhe pushkët në fund të shekullit 19, në fillim të shekullit 20 praktikisht, edhe pse pushka pas qenë kohë Napoleonit, po çun në mënyrë masive me një fjalë, lufta e parë ishte ajo që ishte shkatrimtare në raport me gjithë luftrat e tjera. Duke qenë se këto ishin produkte nga pasuria personale e luftëtarëve, atyre ju takonte që në rast, dhe ky është me rregull sheriatik, që në rast vrasjeje të një luftëtari, pra në një rast vrasjeje, jo në një rast krimit, të mos e harrojmë të jemi në fushën e betejës, që do të thotë në një rast vrasje, atyre ju takon edhe kafsha, pra kalja apo deveja apo çfarë kishte me një fjalë, e kundërshtarit, edhe parzmorja, se ishte pasuri, ishte begati, ishte nimet, ishte praktikisht para. Edhe shtiza, edhe shigjetat, edhe mburoja kështu me radhë. Në këtë kuptim, kur themi që sahabët që kanë marrë pjesë në të gjitha betejat janë me vlerë, do të thotë pra me një vlerë superiore, do të thotë që ata natyrshëm ishin të prirur para apo pas shpalljes. Kjo nuk ka rëndësi, që të ishin të gatshëm për të marrë pjesë dhe për të përfshirë në të gjitha betejat e mundshme. Kurse në shekullin e 20, në logjikën e shteteve kombe, kemi të ashtu quajturat ushtri profesionale, dhe ushtrit profesionale kanë një ministri të mbrojtjes, kanë një buxhet të alokuar çdo vit nga shteti, dhe për rrjedhoj ushtria nuk është më, le të themi, farz kifaje për secili nga njerëzit, edhe përpara nuk ka qenë farz për të gjithë, një grup njerëzish rrinin në qytet, një grup runin, një grup s'kishin fuqi e kështu me radhë. Si? Po farz ajn, falë se thash kifaje, por ky farzi ajn potencialisht duhet të ishte i zbatueshëm nga të gjithë njerëzit e shoqërisë, e grupit e fisit. Kur themi shoqërisë, mos mendojmë për miliona njerëz, nuk ka pas shoqëri para shekullit 19, pra para shekullit 20 me miliona njerëz. Në këtë kuptim, në shekullin e 20, pas luftës së parë botërore, që ta kuptojmë mirë, u krijua e ashtu quajtura Liga e Kombeve, që është institucioni që u shkatrua praktikisht në 39 me luftën e dytë, dhe pastaj pasardhëse e Ligës Kombeve është Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe pastaj është edhe Traktati Euro-Atlantik që është NATO-ja. Këto vende që bëjnë pjesë në këto konventa kanë ushtri profesionale dhe jo të gjithë njerëzit kanë nevojë që nga vigjilia që të bëhen gati për të luftuar për arsyeën se shteti ka mundësitë për të ndërtuar një ushtri profesionale duke përzgjedh njerëz që ai i gjykon si të domosdoshëm edhe si të vlefshëm me një fjalë, dhe kjo kemi arrit në pikën me një fjalë, në gjithë botën praktikisht është kështu që shërbimi ushtarak edhe paguhet. Siç është edhe në vendin tonë me një fjalë pas hyrjes në NATO. Ka një dallim në ushtrit moderne, profesionale, që është edhe një version i dytë, po që janë po me këtë frym, po me një dallim thelbësor, janë ushtrit me rekrutim. Tek ushtrit me rekrutim, shërbimi ushtarak është i detyrueshëm për të gjithë njerëzit. Dhe ushtrit më të rëndësishme me rekrutim për shembull është ushtria ruse, është ushtria turke, dhe këta njerëz, pra këto shoqëri, nuk ka rëndësi studenti bën shkollë të lartë apo nuk bën shkollë të lartë. E vendos ti përpara universitetit apo pas universitetit, por e ke të detyrueshëm shërbimin ushtarak, ka që e kanë një vit ata që e mbarojnë shkollën, po nuk e mbarove shkollën, duhet ta bësh 2 vite të plota. Siç ka qenë në vendin tonë para vitit 2009, por që nuk është më tani. Në këtë kuptim, në një shoqëri ku shteti ka buxhetin dhe ka shërbimin ushtarak dhe e mendon ai mbrojtjen e sigurisë kombëtare e tjera me radhë, nuk ka nevojë për banorët e asaj shoqërie jo nuk ka nevojë, po vetvetiu nuk rriten me frymën dhe me vetdijen që duhet të jenë potencialisht të gatshëm për të hyrë në dy luftim dhe në konflikt ushtarak në mbrojtje të vendit apo në sulm të një vendi tjetër.
Kurse në momentin që flasim, se po flasim për sirën dhe për sahabët këtë narrativ nuk e përfituronin dot, jo sahabët, por gjithë bota deri në fillimin e shekullit 20. Napoleoni në 14 vite e gjysmë që bëri fushatat e tij, më tepër se gjysmën e viteve jetoi jashtë Francës dhe pjesa dërmuese e ushtrive napoleonike, kështu quhen, pse quhen ushtrit napoleonike, sepse kishte mercenar që i blinte nga vende të ndryshme dhe shumica e ushtarëve që kanë qenë pas ushtarëve francezë kanë qenë ushtarët polak dhe me ushtar polak, me mercenar polak, Napoleoni edhe Poloninë e pushtoi. Dhe kur ti i ble mercenarët, praktikisht para se me ble mercenarët duhet të kesh radhët e tua që ti kesh të fuqishme. Por kjo ndodh në momentin kur ushtria nuk është moderne. Edhe një sqarim i vogël, kjo ndodh kur nuk ka shtete kombe. Në momentin kur ka shtete kombe, shtetin komb përballë e konsideron armik për jetë e vdekje, dhe kur dy shtete kombe janë në një konflikt, ushtarët e njërës palë nuk mund të jenë mercenarë që ti i ke marrë jashtë. Duhet të jenë praktikisht, nëse kemi një konflikt gjermano-francez, siç ishte për shembull në luftën e dytë, të gjithë ushtarët e palës gjermane ishin gjithë gjermanë. Dhe të gjithë ushtarët e palës franceze ishin gjithë francezë. Pse? Sepse shteti komb ti lufton për hir të idealit dhe në këtë moment kur ushtria është profesionale, ushtrinë e menaxhon shteti dhe jo gjithë shoqëria ka detyrimin praktikisht që të merret me veprimtari fizike, me aktivitet fizik, me trimëri, me virtyte kalorsiake kështu me radhë. Në këtë aspekt duhet ta kuptojmë saktë që sahabët janë një rast përjashtimor në aspektin e të ashtu quajturit xhihad, për arsyeën se xhihadi nuk ishte produkt vetëm i mënyrës se si u manifestua feja Allahut apo le të themi metoda profetike në periudhën Medine, por ishte gjendja e natyrshme, ishte status quo-ja normale, ushtarake dhe diplomatike e të gjithë botës, në të gjithë kontinentet, në të gjithë periudhat, në të gjitha epokat deri në fillimin e shekullit të 21. Në këtë kuptim, Said ibn Zeid ka vlerësimin edhe virtytin që ka qenë i pranishëm në të gjitha betejat e profetit sallallahu alaihi wasallam, përfshirë dhe Bedrin në mënyrën se si e shpjegova, është një virtyt i tij ishte që një gjë që vlen për tu përmendur është që Ebu Ubejde ibn Amr ibn Jarrah, që është një ndër sahabët për cilin e tashmë kemi folur, e kishte njëri shumë të besueshëm, njësoj si Khalid ibn Walidin, dhe kur është marrë Damasku, kur muslimanët ngadhnyen mbi Damaskun me fjalë, e ka bërë guvernator të Damaskut, edhe është i vetmi post politik që Said ibn Zeid ibn Amr ibn Nufel ka mbajtur, për arsyeën se kur umri ishte në agoninë e vdekjes dhe përcaktoi ta ashtu quajturën shura në të cilën futi 6 sahabët e mëdhenj me fjalë, Said ibn Zeid ishte gjallë nga të 10 të përgëzuarit në xhenet. Pse them nga 10 përgëzuarit në xhenet? Sepse në momentin që flasim që në kohën e profetit njiheshin se kush ishin 10 përgëzuarit në xhenet. Jo se s'kishte edhe të tjerë, kam sqaruar, por këta janë të përmendur në disa hadithe nga i pari ke i funit. Dhe Said ibn Zeid nuk është pjesë e kësaj shure dhe nuk është pjesë e as edhe një lloj le të themi posti politik. Imam Dhahebiu thoshte në një transmetim që ka një mendim, pra unë gjykoj thoshte që ai duke qenë se ishte Banu Adi, edhe që ishte nga nënfisi nga fisi i Umrit, ai donte që t'i mbyllte shtegun një paragjykimi për nepotizëm, por arsye kryesore gjykoj unë, thoshte Imam Dhahebiu me fjalë ke libri i tij mbi historinë e njerëzve të mëdhenj, thoshte që me sa duket ky sahab nuk ka qenë njëri me karizëm politike dhe me le të themi cilësi të jashtëzakonshme politike, për arsyeën se të tillë kishte brumin, prandaj dhe Umri duke e njoft, nuk edhe e kishte kushuri, e kishte një i afërt, nuk e integroi në politik. Konflikti ngjarja e fundit që përmendet që ai ka pas në jetën e tij është një le të themi mosmarrveshje me Muawiyen, kur Muawiya, pra Said ibn Zeid edhe në kohën kur u përplasën sahabët, pra Talha, Zuberi, Aisha, Aliu, Muawiya etj me radh, u mbyll në shtëpi, pra them në mënyrë metaforike, nuk mori asnjë palë, dhe është pjesë e atij vlerësimi që Taberiu dhe Ibn Taymija thotë që ata janë sahabët më të mirë në momentin që flasin pra të kohës, për arsyeën se nuk mbajtën asnjënën palë nga të dy palët.
pra Aliu Muawija dhe pastaj Aliu dhe Aisha radiallahu anha. Dhe Said ibn Zeid kundërshton në mënyrë publike Muawijen kur ai thotë që përpara se të ndrojë një jetë ju duhet t'i jepni besatimin, pra bejen djalit tim Jezid ibn Muawija ibn Abi Sufjan. Dhe ishte një grup besimtarësh në Medinë që refuzuan ta bënin këtë, siç ishte Hasani, siç ishte Hyseni, siç ishte pra dynimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, siç ishte Abdullah ibn Zuberi dhe siç ishte edhe Said ibn Zeidi. Guvernatori i Medinës në momentin, pra në këtë kohë ishte Marwan ibn al-Hakam, që më pas do të bëj kalifi, edhe që është i ati i Abdul Malik ibn Marwanit, edhe ishte kushëri i ngushtë i Uthmanit dhe krahi i tij i djathtë. Marwan ibn Hakam i kërkon që në Medinë t'ja jap atij në emër të Muawijes besën për Jezidin dhe ai refuzon, dhe është një ndër ato raste kur një ndër sahabët e mëdhenj, siç është në rastin e Said ibn Zeidit, ka refuzuar ta njohë Jezidin si kalif, edhe pse pak kohë pas kësaj ai ndron jetë. Gjëja e fundit që përmendej tek Ibn Hishami ishte që një ndër nënat e besimtarëve, Xhuneidja, do ta përmendim kur të vi rradha me një fjalë, kush ishte kjo nga ishte dhe si u martua profeti me të, ka kërkuar në agoninë e vdekjes që nuk dua askënd prej jush që jeni në Medinë gjallë të më fali xhenazën me përjashtim të Said ibn Zeid, sepse pjesa dërmuese e sahabëve nuk ndodheshin në Medinë për arsye të ndryshme, ato u larguan kur profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe i ka kërkuar që t'ia fali xhenazën Said ibn Zeid. Kurse ai vetë ka lënë me amanet që xhenazën t'ia laj dhe t'ia fali Saad ibn Abi Waqqas, i cili jetonte gjithashtu, kur kemi përmend, një jetë tërësisht jo politike, që pas disa konflikteve që i ndodhën me guvernatorët në Kufe, dhe Saad ibn Abi Waqqas është i fundit nga 10 të përgëzuarit me xhenet që ka ndruar jetë. Gjithsa unë di, po në përgjithësi edhe sa mund ta lexoj me një fjalë për këtë sahab të madh, kjo ishte. Sahabi radhës që do të përmendim është Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Mesud është një ndër sahabët më të mëdhenj dhe praktikisht nuk ka asgjë mangët nga sahabët e mëdhenj që kemi përmend deri më tani. Historia e tij duhet të fillojë duke sqaruar, le të themi duke ripërmendur atë që kemi thënë para disa javësh. Kam folur për 3 kategori, apo nuk e di sa javë përpara, kam folur për 3 kategori, po themi qytetarësh, edhe pse fjala qytetar është term tejet i vonë, po 3 kategori njerëzish. Dhe kam thënë, kategoria e parë që ishin njerëzit e lirë, që ishin fisnikët, që ishin ata, po përdori term kështu, ose s'po e përdor fare. Jo, me gjak të pastër do thoja, po është i term shumë i keq. Pra Kureshët, edhe pse ata atë për fytyrim kishin për veten, praktikisht, për fat keq. Dhe Kureshët ishin kategoria e klasit parë, dhe ishin banorët superior, dhe me ta nuk hahej askush. Kategoria e dytë ishin ata që quheshin halif, edhe fjala halif vjen nga fjala hilf, që do të thotë marrëveshje, hilful fudul, po ta kujtoni që e kemi përmend, kur kreu i një fisi, çfarë do, bënte marrëveshje me Kureshët që të jetonin në qytet dhe nuk do të ishin as maula, që do të thotë sklever, që është kategoria e tretë, të liruar, por nuk do të ishin sigurisht as në statusin e tyre, dhe kjo zgjidhej duke pranuar që të jetonin në Mekë, sepse jo kushdo mund të jetonte në Mekë, pra jo kushdo kishte drejt të jetonte në Mekë, por në përgjithësi do të bënin punë të rëndomta. Dhe Abdullah ibn Mesudi ka qenë një fëmijë, le të themi, i moshës 12 vjeç, 13 vjeç, edhe pse për kohën që flasim 12 vjeç, 13 vjeç nuk është praktikisht një fëmijë, se po flasim për një epokë e ashtu quajtura adoleshencë, nuk ekziston, është një shpikje shumë e vonë. Dhe Abdullah ibn Mesudi ishte bariu i Ukba ibn Abi Muit, që e kemi përmendur disa herë për gjëra nga më të këqijat me një fjalë, siç ishte rasti kur i hodhi devet atë rropullit e deveve e deves profetit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe në raste të tjera që i përmendëm një ditë. Dhe ky e transmeton, pra Abdullah ibn Mesudi e transmeton ngjarja është tek Buhariu, tek Muslimi, tek librat e sirës, gjithandej tek kategoria e vlerësimeve edhe bekimeve, dhe pra
Fadaila Sahaba, vlerat edhe bekimet e sahabëve, e tregon që unë isha i vogël, thot, në një ndër luginat pranë Mekës, kur vjen një dite një burr me një burr tjetër, dhe bëhet fjalë për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrin, bëhet fjalë për ditët e para, në mos javët, pra në mos javët e para, dhe thot ata më kërkuan që unë pra që të pinin qumësh nga një ndër 10 e mia. Por unë thot, duke qenë se nuk i kisha të mijat, ju thash që nuk mund t'ju jap qumësh për arsyen se unë jam thjesht një bari i tyre dhe jo pronar. Dhe më i madhi prej tyre, pra ai që ishte i pari, duke ju referuar profetit sallallahu alaihi wasallam, më kërkoi që të merrte të pinte qumësh nga një dhije e cila ishte shumë e shtyrë në moshë dhe praktikisht nuk kishte qumësh. Dhe unë kur ja thash këtë, ai tha nuk ka nevojë, dua vetëm të më japësh leje. Dhe unë ja vash lejen duke menuar që ai nuk mund të merrte qumësh nga kjo. Por kur u ofrua pranë saj, ai tha disa gjëra, kështu thot për shfrytëzimi i hadithit. Praktikisht ka bërë dua, ka përmend emrin e Allahut, kjo merret në mend. Dhe pasi tha disa gjëra, unë pash thot që ajo dele dha shumë qumësh, aq sa u habita. Pasi ata pinë të dy, thot, para se me u largu, unë shkova t'i pyes. Dhe i thash, më mëso ato fjalë që the, për arsyen se ky bereqet është një gjë që unë s'e kam pa kurrë. Dhe aty kuptova që ai ishte i dërguari i Allahut, i cili më tha që të përgëzoj për kurreshtjen që po tregon. Dhe Allahu të begatoft, pra ka bërë dua profeti sallallahu alaihi wasallam, ka bërë dua për kurreshtjen ndaj diturisë që Abdullah ibn Mesudi ka pas. Dhe kur ai më tregoi që përmendi emrin e Allahut dhe më shpjegoi atë, unë aty u bëra besimtar. Pra këtu është, po themi, konvertimi i Abdullah ibn Mesudit. Taberiu dhe Ibn Hishami thotë që nuk ka dyshim që është prej të parëve 20 që e kanë pranuar fenë e Zotit. Ka transmetime që është i 7, ka që është i 8, ka që është i 9, nuk është këtë parë 4-5 që bëri Ebu Bekri, por është me siguri me një herë pas këtyre, prandaj dhe është një ndër sahabët më të mëdhenj. E kemi përmend që Abdullah ibn Mesudi është i pari i cili ka lexuar Kur'an në Qabe. E kemi përmend një ndër incidentet e rëndësishme kur muslimanët praktikisht përpiqeshin që të fitonin sa më shumë territor publik, dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Erkamit një ditë ju thot, apo mund të mos kenë qenë edhe në shtëpinë e Erkamit, nuk jam i sigurt për këtë, se është vërtet herët, ju thot që kush do të lexojë nesër vargje pra ajete nga Kurani, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu del vullnetar, thot unë, sahabë të ndryshëm, prej tyre edhe Uthmani, i thonë që jo, për arsyen se ti je prej atyre që janë halif, që do të thotë nuk je as Quraysh, sigurisht, nuk je as maula, pra sklav i lirë, ka dhe sklav jo të lirë, por që janë kategoria 4, po ta themi kështu, ti je në mes dhe ti nuk je të afërt që të mbrojnë ty në rast konflikti me ta, prandaj të këshillojmë që jo. Nuk bëri asnjë llogari, Abdullah ibn Mesudi nguli dhe pastaj të nesërmen ka dalë në ngjarja tregon që ka qenë piku i lëvizjeve të tregut edhe të Qabes, me një fjalë, kur mund ta dëgjonin të gjithë, edhe transmetohet që ka lexuar surën Rahman, nuk e ka përfunduar dot. Domethënë, nga ky transmetim kuptohet që surja Rahman në këtë moment ishte shpallur e gjitha, sepse kështu thuhet nuk e ka përfunduar dot, për arsyen se në fillim ata nuk po e kuptonin ç'ishte, por kur dikush tha që është ajo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pretendon se i vjen nga Zoti i tij, atëherë praktikisht rendën drejt tij, e goditën dhe e kanë dëmtuar shumë. Sahabë të ndryshëm kanë hyrë aty. Saad ibn Abi Waqqas është një ndër ata që ka godit njërin prej tyre me shigjetë, dhe që profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo është shigjeta e parë që është hedhur në rrugt të Allahut, me një fjalë, dhe pastaj sigurisht mund ta marrim me mend, e mbrojnë me trupat e tyre, largohen nga vendi i ngjarjes, dhe kur i thonë që ne të thamë të dolëm borxhit, praktikisht që nuk duhet ishte ti ai që ta bëje atë, praktikisht kuptohet që nuk ka pasur asnjë lloj domethënë keqardhje rreth asaj që i ndodhi, dhe praktikisht ka thënë që sikur të më jepni leje që edhe nesër të bëj të njëjtën gjë, po sahabët e kanë qetësuar dhe i kanë thënë kjo që bëre ishte e mjaftueshme. Abdullah ibn Mesudi përmendet nga profeti sallallahu alaihi wasallam drejt për drejti dhe nga Allahu në Kur'an në mënyrë të tërthort, kur edhe këtë e kemi përmend, dhe
po e përmend thjesht kalimthi, kur Walid ibn Mughira i bën një ofertë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot që ne pranojmë që të ulemi të bisedojmë me ty edhe ndoshta mund të shkojmë deri atje sa ta pranojmë këtë që thua ti. Por ne kemi një kusht, që të largosh të doptit që të rrethojnë ty. Dhe në momentin që flasim, këta janë Abdullah ibn Mesud, Bilal ibn Abi Rabaha, është Khabab ibn al-Arrat, është Suhejb al-Rumi, është Amar ibn Yasir, janë të dy prindrit e tij, njerëz të tillë, të cilët nuk kishin asnjë lloj peshe në sytë e Kureshëve, nuk ishte asnjëri prej tyre Kuresh, pra Mekas, ishin ose halif, siç ishte Abdullah ibn Mesudi, ose maula, siç ishin të tjerët që ishin sklevër të liruar, apo sklevër që nuk ishin as maula, por që ishin në pronësi të Kureshëve me një fjalë, dhe nga ajo që kuptohet është që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka refuzuar më herë dhe ka pas praktikisht një moment reflektimi, edhe ne duhet ta mirë kuptojmë këtë, sepse ndoshta ka gjykuar që për momentin mund të ishte një gjë që mund ta bënte, por Allahu nuk kujtohet tani se në cilën sure ka shpallur disa ajete ku thotë që ku e nxit të dërguarin e tij që ti duhet të qëndrosh akoma dhe më shumë kohë me ata dhe në qoftë se do t'i largoj ata prej vetes, do të ishe prej të humburve. Kjo prej të humburve shumë e fortë, që do të thotë vlera e këtyre sahabëve, edhe pse në statusin shoqëror nuk ishin në lartësinë e Kureshëve që përbënin delegacionin në fjalë që përmenda, përsëri në sytë e Allahut dhe sigurisht të dërguarit të tij ishte shumë e lartë. Dhe i pari që përmendet në këto emra që Walid ibn Mughira i kërkon profetit sallallahu alaihi wasallam që të heqë dorë dhe t'i largojë dhe të mos dalin publik me këta, i pari që përmendet është Abdullah ibn Mesudi dhe për të tjerët me një fjalë Allahu sjell shpallje. Abdullah ibn Mesudi është ndër ato sahabë të cilët bëjnë pjesë tek hadithet vlerësuese që kanë bërë 2 hijra. Ka një mendim që kanë shkuar herën e parë në Abisini dhe ne këtë e tham, por mendimi më i saktë është që nuk ka shkuar herën e parë, ka shkuar herën e dytë me ata të tjerë që shkuan me një fjalë pasi ai grupi i parë erdhi për shkak të incidentit të Kisatul Garanik dhe pasi ka qëndruar një periudhë kohë atje, nuk di ose nuk e di unë apo nuk nuk e di unë se sa ka qëndruar, është kthy. Ka netur edhe një periudhë kohë në Mekë dhe pastaj ka bërë hijret edhe drejt Medinës. Drejt Medinës transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka vëllazëruar, pra ka bërë atë që quhej muaha me Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal ka qenë një ndër dietarët, praktikisht një ndër sahabët më të ditur të ensarëve të Medinës, dhe Abdullah ibn Mesudi ishte i ditur, pra ai ishte në fik kryesisht, kurse Abdullah ibn Mesudi ishte i ditur kryesisht në leximin e Kuranit. Ka një hadith të mrekullueshëm të profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj tij, ai quhej sahabi i cili zotëronte 2 këpucët. Edhe sahabi që zotëronte 2 këpucët në kuptimin që u bë një shërbëtor në kuptimin nderues dhe fisnik të fjalës, jo në kuptimin e keq i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe bashkë me Mughira ibn Shauba dhe Enes ibn Malik janë 3 sahabët të cilët kanë qëndruar më së shumti me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke i mbajtur atij ujin kur merrte abdes apo kur kryente nevojat, apo miswakun kur kishte nevojë, apo këpucët kur i vishte dhe kur i zhvishte e kështu me radhë. Dhe hadithi vlerësues është që ka një fjalë është e sahabëve dhe një është e profetit. Sahabët thonin që ata të cilët nuk e njihnin Abdullah ibn Mesudin pra në Medinë, pra ensarët, mendonin se ai ishte pjesë e ehli bejtit, për arsyeën se hynte aq shumë në për shtëpitë pra në për dhomzat e profetit sallallahu alaihi wasallam, sa mendonin se ishte mahrem edhe i grave të tij, ndërkohë që nuk ishte. Dhe hadithi vlerësues i dyti është që i dërguari i Allahut i ka thënë, kuptohet në mënyrë metaforike, që mund të ngresh perden e dhomave të mia me gratë, pra me dhomave që un kam me gratë e mia, dhe të dëgjosh çfarë bisedojmë ne. Që do të thotë jo se ai mund ta bëj drejt për drejti, por je aq i besueshëm sa unë nuk kam biseda që mund t'i bëj pa praninë tënde, që po ti dëgjosh ti
më prish punë. Domethënë hadithi është ke Buhariu me fjalë tek vlera e Abdullah ibn Mesudit. Përmendet që gjithashtu, siç e thash, ka marrë pjesë në të gjitha betejat, edhe në Uhud, edhe në Bedr, edhe në Khandek, edhe në Khayber, edhe në Hunain, edhe në Muta, edhe në Tebuk, gjitha me radhë. Përmendet, ne nuk po i përmendim se çfarë ka bërë Abdullah ibn Mesudi në këto beteja, ka detaje që ai ka bërë gjëra të ndryshme, si për shembull në Bedr është momenti që ai i jep goditjen e fundit e Abu Xehlit, edhe ja vë këmbën e tij në gjoks me fjalë kur Abu Xehli i thot, praktikisht o njeriu ulët ke hyp shumë lart, i thot, sepse qysh mund të gjykosh që unë u shkatrova kur ju vrat popullin tuaj kështu me radhë, por sepse kur të vim ke beteja Bedrit, do t'i themi inshallah me detaje të gjitha gjërat që transmetohen nga fillimi në fund, edhe në Uhud e kështu me radhë. Dhe ajo që ka disa hadithe të tjera vlerësuese për Abdullah ibn Mesudin të gjallë të profetit sallallahu alaihi wasallam, është që në mënyrë të drejtë për drejtë profeti alayhis salam ka thënë që në qoftë se doni ta dëgjoni Kur'anin njësoj siç Allahu e ka shpallur atë në mënyrë të saktë dhe të rregullt, dëgjojeni nga goja e Abdullah ibn Mesudit. Ky është një hadith. Hadithe apo fraza të tjera, fjalë të tjera vlerësuese për të nga sahabët janë që sahabët ndryshëm kanë thënë që Abdullah ibn Mesudi dhe Ubej ibn Kab janë dy lexuesit më të mirë të Kuranit në mesin tonë. Dhe në këtë aspekt Abdullah ibn Mesudi kur profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, praktikisht shkoi në Kufa, e kam thënë këtë po e përsëris, ka pas disa sahabë të cilët Bilali i pari, kur profeti alayhis salam ndroi jetë në Medinë, nuk e duronin dot të jetonin në Medinë pa të, i duke qyteti bosh. Dhe nisur nga kjo sigurisht, pa edhe nga një arsye dytë që praktikisht duhet të jetë më e fortë se e para, sahabët e ditur u shpërndan nëpër territorin musliman për të kërkuar mundësitë për të ndërtuar, po themi, të ashtuquara shkollat e para, që të ndërtonin nxënësit e tyre, që të elaboronin diturinë e tyre e kështu me radhë. Dhe Abdullah ibn Mesudi në fillim dërgohet nga Abu Bekri dhe pastaj nga Umri si guvernatori i Kufës. Kufa ishte një qytet që nga Umri, që e ka çliruar Umri me një fjalë, dhe që pastaj Aliu radhiyallahu anhu e bëri edhe për kryeqytet për një periudhë të shkurtër. Dhe Abdullah ibn Mesudi pas një periudhe kohe, nuk e di se sa, heq dorë, sepse ka qenë një njeri që vërtet ka pas trimëri, zell edhe guxim për të marrë pjesë në betejë, por nuk ka qenë një njeri i shquar në kuptimin politik të fjalës, dhe merret vetëm me dituri. Ajo që është, domethënë, i vetmi fërkim që ai ka pasur në jetën e tij, ka qenë kur Uthmani radhiyallahu anhu bëri standardizimin e Kuranit. Ndoshta në herë tjetër do flasim edhe se kush ishte kjo ngjarje me fjalë, se si ndodhi kjo e pse ndodhi, edhe për grumbullimin e Kuranit nga ana e Abu Bekrit, po edhe për standardizimin e tij nga ana e Uthmanit. Kishte një konflikt praktikisht, apo një polemik me Uthmanin, lidhur me urdhrin që Uthmani dha për djegjen e mushafeve që ishin shkruar në vendet ndryshme të territorit musliman, të cilat do të zëvendësoheshin me kopjet që u standardizuan në Medinë. Dhe konflikti, ose më saktë polemika e Abdullah ibn Mesudit kanë qenë në dy rrafshe. E para, nuk ishte dakord që Zeid ibn Thabit, që ishte një ensar, u vu në krye të komisionit bashkë me disa të tjerë, po Zeid ibn Thabit ishte ai i cili shquhej për një memorie të jashtëzakonshme, njësoj si Abu Huraira, po Zeid ibn Thabit ishte domethënë adapt për Kuranin, kurse Abu Huraira është praktikisht ruajtësi edhe transmetuesi më i madh i haditheve. Zeid ibn Thabit përmendet nga Abdullah ibn Mesudi, i cili thotë se kur erdha unë, thotë, në Medinë, atë e pash, thotë, që ishte një çilimi i vogël i cili luante me bishtalecat e tjatit, me fjalë me flokët e tjatit. Që do të thotë, jo se nuk ishte dakord, por me aq sa kuptohet, dëshironte që të ishte pjesë e komisionit që u morën me kompilimin dhe me standardizimin e Kuranit. Kjo ishte e para, dhe e dyta, nuk pranonte, dhe këtu është një problem që orientalistët në burimet ndryshme me sa kanë parë dhe kanë përdorur këtë, nuk pranonte që të diqte
mushafin e tij, që e kishte shkruar në vende të ndryshme me një fjalë. Pse? Sepse thotë që un kam, pra jam i vetmi sahab, thotë, që e kam mësuar Kur'anin nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam më tepër se 70 sure. Pra më tepër se 70 sure, hadithet që Buhariu i ka mësuar drejt për drejti nga ai. Atëherë si më detyronin që ta djeg kopjen time? Praktikisht Uthmani i ka dhënë një urdhër të fundit dhe i ka thënë punët përkeqësohen kur ti më shkruan dhe ti më flet me korrier nga Kufa dhe unë nga Medina, hajde këtu dhe e sqarojmë. Është kthy në Medinë dhe aty ka ndruar jetë. Është kthy në Medinë dhe pasi ka rënë ujdi me Uthmanin me një fjalë, ajo ka ndodhur që domethënë e ka djeg edhe kopjen e vet dhe pastaj në provincat e ndryshme në Yemen, në Basra, në Kufa, në Sham, në Egjipt e kështu me radhë, u dërguan kopje, 8 kopje me sa mbaj mend janë bërë, u dërguan kopje të mushafit të standardizuar, kurse atë versionin e Ebu Bekrit që ishte fillestari e ruajti Hafsa, vajza e Umrit. Ndroi jetë pak kohë në kohën e Uthmanit, me një fjalë nuk i ka kapur i gjallë betejat midis Talhës edhe Zuberit edhe Aliut edhe Muawijes edhe Aishës e kështu me radhë. Transmetohet që praktikisht në Kufa shkolla e Abdullah ibn Mesudit është shkolla më e begat, jo vetëm e kurrave, e lexuesve të Kuranit, por edhe e, le të themi, dijeve të përgjithshme, për arsyeën se nxënësi kryesor që ai ka qenë një prej tabiinëve, Alkame ibn Abi Qais, dhe Alkame ibn Abi Qais është mësuesi apo dietari kryesor i Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai është dietari kryesor i Hamad ibn Abi Sulejman dhe Hamad ibn Abi Sulejman është dietari kryesor i Ebu Hanife ibn Thabit ibn Numan. Po të lexojmë historinë e medhhebit Hanefi praktikisht përmes këtyre 4 legjendave, nuk është eufemizëm po ta përmendim këtë me një fjalë, përmenden që përpunimi, kodifikimi, shqyrtimi dhe shkoqitja e diturive, kryesisht jo vetëm të leximit Kuranit, por kryesisht të fikut, vijnë nga Abdullah ibn Mesudi dhe nga Alkame ibn Abi Qais, që ka qenë një tabiin, domethënë, dhe Ebu Hanifja, pra e ka marrë diturinë për shkak, pra si pasojë e punës të palodhshme të këtyre 4 dietarëve të mëdhenj, të cilët e kanë, siç tham, origjinën tek Abdullah ibn Mesudi, sepse ka dhe një fjalë tjetër vlerësuese për të. Sahabët kanë thënë që ne të gjithë kemi pasur, pra sahabët e diturisë, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas e tjerë me radhë, kemi pasur nxënësit tanë, por nuk ka asnjë prej nesh, pra nuk ka asnjë sahab të cilit Allahu i ka dhënë aq begati në nxënësit dhe në pasardhësit, kuptimin e diturisë me një fjalë, që ka lënë siç i ka dhënë Abdullah ibn Mesudit. Kjo është ajo që është edhe një tjetër ngjarje që harrova ta them, është i vetmi praktikisht sahab që raportohet të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar që t'i lexojë Kur'an. Dhe i ka kërkuar që t'i lexojë surën Nisa, ai ka thënë gjithë praktikisht ndroi që si mund të lexojë ty Kur'an kur ai të shpallet ty o i dërguari i Allahut, dhe kur profeti ja ka kërkuar, ai ja ka lexuar, që do të thotë ka qenë një lexues i përpikët dhe i mrekullueshëm, deri në ajetin e surës Nisa kur thuhet dhe kujtohet atë ditë kur të dërguari do të vinë që të ballafaqohen me a e kanë dhënë mesazhin e tyre popullit të tij, dhe aty profeti sallallahu alaihi wasallam fillon dhe qan dhe thotë mjaft, mos lexo më, për arsyeën se praktikisht mund ta marrim me mend që i kujtohet vetja vet praktikisht. Po me surën Nisa, se tani u kujtova, ka dhe një ngjarje të tjetër kur profeti sallallahu alaihi wasallam hyn një ditë në xhamin në Medinë bashkë me Ebu Bekrin dhe Umrin dhe shikon Abdullah ibn Mesudin duke lexuar po surën Nisa, transmetimi është tek librat e hadithit, dhe në përfundim të ajetit 100, pra ata e dëgjojnë të tre, po Abdullah ibn Mesudi me siguri nuk është i vetëdijshëm, duhet të ketë qenë me shpinë sepse nuk i kupton. Në fund të ajetit 100 ai e përfundon leximin e tij dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë që dhe fillon të lutet, pasi mbaron ajetin 100, fillon të lutet
Dhe kur profeti e shikon që ishte duke u lutur, i thot lutu sepse do të përgjigjet, pra do të të jepet ajo përgjigje, do të të jepet ajo që kërkon. Dhe Abdullah ibn Mesudi e falenderon, lutet dhe ngjarja këtu përfundon. Të nesërmen Umri radiallahu anhu thotë, e tregon në vetë parë Umri këtë ngjarje, edhe hadithi është i saktë, është tek Buhariu dhe ke Muslimi, shkoi thotë dhe e takoi dhe e pyes. Dhe i thotë ma trego se çfarë duash bëre dje, që të di se kush janë, dhe ai thotë që përpara te erdhi Abu Bekri. Dhe është një ndër ato raste ku Umri thotë që Allahu e falte Abu Bekrin, unë përpiqem që t'ja kaloj, pa i gjithmonë ma kalon përpara, siç e ka thënë edhe në Tebuk. Dhe Abdullah ibn Mesudi ka thënë që u luta që Allahu të më japi huda dhe iman, pra udhëzim dhe besim të vazhdueshëm, që të mos më kthej më në mosbesim, të më japi begati dhe mirësi të mëdha në këtë fe dhe të mos më kthej më pas atje ku isha i humbur, dhe i kërkova që në xhenet të jem pranë të dërguarit të tij. Dhe Umri thot që nga ky moment me një fjalë edhe unë do të bëj të njëjtat dua me shpresën që domethënë të më pranohen edhe mua. Tu e mbyllim, inshallah javën tjetër vazhdojmë me kronologjinë e sirës. Zoti ju shpërblet.